Akademikja me profil ndërkombëtar Lea Ypi ka dalë hapur kundër vendimit të qeverisë shqiptare për t'u bashkuar bordit të paqes të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump, një iniciativë që synon të krijojë një strukturë të re ndërkombëtare për zgjidhjen e konfliktit në Gaza dhe më gjerë. Përmes një reagimi të qartë në rrjetet sociale, Ypi ka shprehur shqetësimin e saj për këtë vendim, duke e cilësuar atë si një nga më të rrezikshmit e viteve të fundit. Vendimi për t'u bashkuar me bordin e luftës, bordin e paqes, është një nga më të rëndësishmit dhe më të rrezikshmit e viteve të fundit, siç do të bëhet e qartë shpejti, por ndoshta atëherë do të jetë tepër vonë. Sërish shtetet e vogla do të mbeten në mëshirën e historisë. Shpresoj që qytetarët kenë guximin të refuzojnë atë që liderët e tyre nuk kanë forcën ta kundërshtojnë, shkruan ajo. Ky reagim vjen në një moment kur qeveria shqiptare me vendim të Këshillit të Ministrave ka miratuar zyrtarisht pjesëmarrje në këtë bord, një vendim që pritet kalojë nesër për miratim në Kuvend. Kryeministri Edi Rama ka pranuar publikisht ftesën e presidentit Trump, ndërsa vetë nisma është prezantuar si pjesë e fazës së dytë të një plani me 20 pika për zgjidhjen e krizës në lindjen e mesme. Deklarata e Ypit merr rëndësi të veçantë pasi ajo është parë shpesh si një figurë e afërt me të majtën shqiptare dhe është promovuar në mënyrë të vazhdueshme nga vetë Rama si një zë intelektuali së majtës moderne. Në disa dalje publike emri i saj është përmendur edhe si një nga profilet që mund të luajë rol politik në të ardhmen brenda Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, një sër vendesh të rëndësishme europiane kanë refuzuar zyrtarisht të marrin pjesë në këtë bord. Italia, Franca, Norvegjia, Hollanda dhe Greqia kanë argumentuar se një strukturë e tillë e drejtuar nga një vend i vetëm dhe jashtë mekanizmave të kombeve të bashkuara bien ndesh me parimet kushtetuese dhe të së drejtës ndërkombëtare, ndërsa vende të tjera si Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe Ukraina janë ende në fazën e shqyrtimit të ftesës.